Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur përgatit për drejt një gullash që bëhet tepër i shishëm, ja vlen ta provoni secila. Këtu në Gjermani koha e ftoftë me shi, kështu që prej dillit në Kosovë drejt në shi. Shkon pra një gullash i nxehtë. Krejt që kanë nevojitën prej përberzë janë 500 gramisht lupës, një lugë të gjellës salcë të domoteve, një lugë të mesme veget, një lugë të qajit me biber të zi, një lugë të mesme jo plot me krip, karrota ose të ngrira që i keni në friz, ose të fresta një karrotës së dy, një lugë të gjellës me biber të kuq, 200 gram me këpurdha, 5 qep i kemi gri, edhe një 6 patate i kemi gri në këtë pjatën, vaj kom qitë të ngjire, si dhe vaj është nxehur, bismillah, fillojna me një herë me përgatitjen. Marrëm mishin edhe e kavardisim në vajin e nxehtë. Vaj pra ka qenë në nxehtë, e shepë mishin, pashtu hedhim qep. Qep në kemi nevojë një grire të unë, shto si kësa në vjetë. Kemi ka vëdit mishin në qep, tash marrëm karotat. Shtojmë këtyva. Mishin me qep i kemi ka vëdit për një 10 minuta. E në 5 minuta i ka vëdit për karotat edhe këtyvat. Dhe 5 minutave. Tash marrim salcën e domoteve. Me lejfat që kom të lanë. E përzina edhe marrim ujë. Këtë ujë. E ullim temperaturen prejna në kapër. Si pas nevojës, shtojna edhe pak ujë, nëse shtërrohet, pelojna qetësia, pra temperaturë katër. Një 20 minuta para se në zi, pra me kanë gullashi gati, ja qesim patatet. Edhe mbas 2 ore, gullashi është gati. Tash e shefni si duket, e kom nalë shpëretin edhe bismillah e shefni pra me veda. Një shije super, i trash tamam edhe shije fantastike. Nëse e provoni, ju lumshin duart, e ju beft mirë. Faleminderit për përkrahjen që më bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina e Nerit ju them, miru pafshim.